Durrësi mirëpret edicionin e 21 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës. Për 7 mbrëmje me radhë, qyteti Durrësi do të shndërrohet në një skenë të muzikës klasike, duke mirëpritur artistë të njohur nga Gjermania, Zvicra, Austria, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Festivali u çel mbrëmjen e djeshme në ambientet e Muzeut Arkeologjik me interpretimin e kuartetit Arola nga Zvicra dhe sopranos Teuta Nicolet Dit Felix. Emra grupe të reja nga Zvicra, emra të shumë të njohur që kanë tashmë xhirot në botën muzikore ndërkombëtare dhe absolutisht stacioni i tyre radhës është pikërisht në këtë muze arkeologjik në Durrës, të cilën neve e përurojmë sot artistikisht me festivalin tonë. Ndjem shumë e lumtur të marr pjesë në këtë festival të muzikës së dhomës, është festival ndërkombëtar. Është hera e parë që Zvicra merr pjesë me kuartetin Arola dhe me perlat të Shqipërisë, pra do të kemi këngë lirike, këngë shqiptare tradicionale të përshtatura për muzikën e dhomës. 2 mbrëmje të veçanta të festivalit janë planifikuar të zhvillohen në mjediset e Hotel Melia. Drejtuesja artistike Nevila Kalaja tha se kemi menduar që mbrëmjet e muzikës klasike t'i sjellim edhe në mjedise ku ka turist, duke gjetur vendin perfekt për këtë qëllim. Këtë vit ne kemi vendosur që pikërisht në një sallë tepër të bukur që ndodhet në Hotel Melia në Lalës, të fillojë një tjetër festival, të themi Festival Albania. Është një ide im i një mjeshtri shumë të madh të muzikës, Shlomo Minc, dhe bashkë me të unë jam drejtore artistike e tashmë e një festivali të themi me përmasa më të mëdha artistike. Ky festival vijon të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit, duke promovuar muzikën e dhomës dhe duke sjellë artistë të nivelit ndërkombëtar pranë publikut durrësak.